Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe deputete, po mbrohet nga pushteti sepse po hetohet për abuzim me fondet publike. Fakt, Mirlinda Kërcanaj dhe Ergys Agasi janë cilësuar nga SPAK si grup i strukturuar kriminal, pasi nëpërmjet lidhjeve klienteliste kanë abuzuar me qindra miliona euro taksa të shqiptarëve. Fakt, kreu i këtij zinxhiri është vetë Edi Rama, i cili e ka një fjalë goje, një shishe vere 33.000 euro. Fakt, në spitalin qendror publik të vendit ikin dritat dhe gjeneratorët nuk aktivizohen automatikisht duke vënë në rrezik jetën e pacientëve. Fakt, çmimi i karburantit në vend mbetet nga më të lartit në Ballkan. Fakt, çmimet e apartamenteve në vend janë rritur në nivele të frikshme edhe pse janë të papërballueshme nga shumica e shqiptarëve. Fakt, cilësia e arsimit është në rënje dhe nxënësit shqiptar vijojnë të jenë të fundit në testet ndërkombëtare. Fakt, ka vetëm një përgjegjës dhe ai është Edi Rama, sepse pa miratimin dhe pa mbrojtjen e tij, asnjëra nga këto më sipër nuk do kishte ndodhur. Prandaj, në datën 31 janar, ora 18:00, protestojmë masivisht në sheshin përpara kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe bandës së tij.